Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë këtë herë një rrëfim goxha të dhimbshëm, një rrëfim që në fakt mua më ka emocionuar. Do sjell tek ju historinë e një nëne e cila quhet Shpresa, që po kalon një kalvar me vuajtje, një vuajtje që nuk e ka imagjinuar që do ta përjetonte, një vuajtje që nuk e ka menduar që do ta jetonte, një vuajtje që këtë nënë e bëri që të ndihet e thyer në të gjitha dimensionet e saj. Quhem Shpresa. Sot jam një grua e moshuar që jetoj vetëm në një shtëpi të vogël në fund të lagjes time. Çdo mëngjes zgjohem herët, hap dritaren dhe shikoj rrugën. Njerëzit që kalojnë mendojnë se po shijoj ajrin e freskët, por e vërteta është ndryshe. Unë pres djalin tim. Presa të fëmijë që e kam rritur me mund e me lotë dhe me sakrifisa që prej shumë vitesh nuk më ka ardhur më në derë. Kur lindi djali im, mendova se Zoti ma kishte sjellë lumturinë time në duar. E mbaj mend si sot ditën kur e mora për herë të parë në krah. Ishte i vogël, ishte i brisht, edhe qante pa pushim. Unë e përkëdhelja dhe i premtoja se do ta mbroja gjatë të gjithë jetës. Babai i tij ndroi jetë kur djali ishte ende i vogël. Që nga ajo ditë mbeta vetëm me të. Punova ditë edhe natë. Pastroja shtëpi, laja shkallë pallatesh, punoja në ara dhe bëja çdo punë që më dilte përpara vetëm që djali im të mos i ndjente mungesat. Shpesh kthehesha në shtëpi me duar të çara nga puna, po kur e shihja duke fjetur i qetë, më besoi që e haroja edhe lodhjen. Ai ishte arsyeja pse unë vazhdoja që të luftoja. Kur erdhi koha për shkollë, nuk kisha para për librat. Shita unazën e vetme që më kishte mbetur nga martesa. Nuk më dhimbshesin stolit, më dhimbte vetëm mendimi që djali im mund të mbetej pas të tjerëve. Vitet kalonin dhe ai rritej. Ishte djali më i sjellshëm në lagje. Më përqafonte sa herë kthehej nga shkolla dhe më thoshte: "Nën, kur të rritem, do të kujdesem për ty." Sa herë i dëgjoja ato fjalë, zemra më mbushej me gëzim. Kaluan vitet, djali mbaroi shkollën, gjeti punë dhe filloi të ndërtonte jetën e tij. Dhe unë isha krenare. Të gjithë më thonin: "Shpresa e ke rritur si është më së miri këtë djalë." Dhe unë buzëqeshja. Pastaj erdhi dita kur më tregoi se ishte i dashuruar. Isha e lumtur për të. Nuk doja asgjë tjetër veç lumturisë së tij. E ndihmova të organizonte dasmën. Mora edhe borxh që çdo gjë të ishte ashtu siç ai në të vërtetë dëshironte. Ditën e dasmës qava nga gëzimi. Mendoja se familja jonë po zmadhohej. Por nuk e dija se atë ditë do të fillonte vetmia ime. Në fillim, djali vinte shpesh. Më telefononte, më pyeste se si isha. Pastaj vizitat filluan që të ralloheshin. Një herë në muaj,
pastaj një herë në disa muaj, dhe më pas as telefonatat nuk erdhën më si më parë. Kur e merja në telefon më thoshte se ishte i zënë. Më thoshte që nën do të vi javën tjetër. Por java tjetër nuk vinte më kurrë. Ditët u kthyen në muaj, muajt u kthyen në vite, dhe unë vazhdoja që ta prisja. Për ditëlinjën time gatuaja ëmbëlsira që i pëlqenin kur ishte fëmijë. Rregulloja tavolinën dhe shikoja orën. As trokitje në derë, as një telefonat, por vetëm heshtje. Ndonjëherë e shihja nga lart në qytet, kalonte me makinë, ishte pranë meje, por në të njëjtën kohë ishte aq larg. Doja ta thërisja, doja t'i thosha birë, jam ende këtu. Nëna jote nuk ka shkuar askund. Por krenaria dhe dhimbja më mbyllnin gojen. Netëve qaja në heshtje. Shikoja albumet e vjetra me fotografi, aty ishte ai kur hodhi hapat e parë, aty ishte kur mori dëftesën e parë, aty ishte kur më përqafoi dhe më tha se do të më donte gjithmonë. Çfarë kishte ndryshuar? Këtë pyetje ja bëj vetes çdo ditë. Një dimër u sëmura rënd. Qëndrova disa ditë në spital. Askush nuk e lajmëroi djalin tim sepse mendoja se do të vinte vetë kur ta merrte vesh. Por ai nuk erdhi. Kur dola nga spitali, e kuptova se vetmia mund të dhëmte më shumë se sëmundja. Kaluan edhe disa vite. Flokët mu zbardhën krejt. Hapat mu ngadalsuan, syt mu lodhën nga pritja, por zemra ime mbeti zemër nëneje. Sepse nëna nuk pushon kurrë së dashuri fëmijën e saj. Një pasdite me shi po qëndroja pranë dritares, shikoja pikat që binin mbi xham dhe kujtoja kohët kur djali ishte i vogël. Papritur dëgjova një trokitje. Zemra më rau fort, për një çast mendova se po ndroja. U ngrita me vështirësi dhe hapa derën. Përballë qëndronte djali im. Ishte plakur dhe ai. Syti kishte të mbushur me lot për disa sekonda, nuk foli asnjëri. Pastaj më tha ai, nën më fal. Dhe shpërtheu me lot. Ato dy fjalë që i kisha pritur për vite të tëra më thyen zemrën dhe më shëruan njëkohësisht. E përqafova fort, jo për ta qortuar, jo për t'i kujtuar mungesën, por sepse ishte djali. Ai djalë që e kisha mbajtur në krah kur ishte foshnjë. Ai djalë për të cilin kisha sakrifikuar gjithçka. Ai djalë që nuk reshta kurrë së dashuri. Qam të dy, lotët e mi ishin lot dhimbje dhe malli dhe dashurie. Lotët e tij ishin lot pendese. Atë ditë kuptova se zemra e nënës është vendi ku fëmia mund të kthehet gjithmonë, pavarësisht sa larg ka shkuar.